Dalja e lumit Vjos nga shtrati shkaktoi përmbytje në njësinë administrative të Novoselës, ku dhjetra banesa dhe sipërfaqe të konsiderueshme toke bujqësore janë vënë në pushtetin e ujit. Situata paraqitet problematike veçanërisht në fshatrat Fitore dhe Bishan, të cilët janë prekur nga dalja e lumit Vjos. Sipas të dhënave paraprake, fshati Bishan rezulton të ketë numrin më të lartë të banesave të përfshira nga përmbytjet. Edhe gjatë ditës së premte oborret e shumë shtëpive vjonin të ishin të mbuluara nga uji, duke bërë të vështirë lëvizjen dhe jetesën normale të banorëve. Mësohet zyrtarisht se si pasojë e përmbytjeve, uji ka depërtuar në rreth 20 banesa në Bishan, kryesisht në ambientet e jashtme, duke shkaktuar dëme materiale dhe shqetësime të mëdha për familjet që jetojnë në këtë zonë. Pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të premte tregojnë qartë nivelin e lartë të ujit dhe situatën e rënduar me të cilën po përballen banorët. Për banorët kjo nuk është era e parë që përballen me përmbytje, ndërsa theksojnë se çdo dalje lumit shndrohet në rrezik për shtëpitë dhe pronet e tyre. Ndërkohë përmbytjet nuk kanë kursyer as tokat bujqësore në njësinë administrative të Novoselës, sipërfaqe të tëra toke janë mbuluar nga uji, duke rrezikuar seriozisht prodhimin bujqësor dhe të ardhurat e fermerëve vendas. Dhjetra rrënjullinj janë aktualisht të përmbytura, çka pritet të sjellë dëme të konsiderueshme, jo vetëm për sezonin aktual, por edhe për prodhimin e viteve në vijim. Banorët shprehen të shqetësuar për këtë situatë që përsëritet dhe friksohen se nëse uji nuk do të rriqet shpejt, dëmet mund të jenë të parikuperueshme. Autoritetet janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe po vlerësojnë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet. Ndërkohë u bëhet thirrje banorëve të zonave të rrezikuara të tregojnë kujdes dhe të raportojnë çdo problematik që mund të përkeqësojë situatën. Përmbytjet në Novoselë rikthejnë edhe njerë vëmendjen e problematikave, sidomos të infrastrukturës kulluese dhe argjinaturave, që mbeten një sfidë serioze për zonat pranë Vjosës, sidomos gjatë periudhave merresje intensive shiu.